prindërit me njëherë orientohen për t'i ndalur fëmijët e tyre në këtë proces, në këtë varësi, themi, të rrjeteve sociale. Sa vështirë është? Çfarë mund të pritet nga kjo? Tendenca është që fëmija apo adoleshenti të bëjnë reagimin e kundërt. Askush nuk ka qejf. Të shkojë tek e ndaluara? Patjetër, molla e ndalume ka governu botën në fakt. Jena këtu në saj mollet ndalume. Pra, joja është në fakt një shtys e heshtun drejt konsumimit apo drejt varësive. Pra ne them më mirë ta diskutojmë se sa ta ndalojmë. Çfarë bën të veçantë rolin e mjekut dhe terapistit për të hequr dorë nga varësia? Se ndoshta tani më shpesh thuhet është dorëzuar, nuk është më ai që po drejton veten, por është varësia që po drejton personin. Shpeshherë mjeku është personi vetëm që e ndihmon individin për mundi kuptum. Pra, në qoftë se një individ e ndjen veten të kuptuar nga mjeku, nuk e ndjen veten të stigmatizuar, sepse shpeshherë individët stigmatizohen nga shoqëria, edhe nga familja, nga mungesa e informacionit, nga padia, nga dhimbja shumë e madhe. Dhe të gjitha këto që individi nuk i gjen në ambientin përreth, në ambientin ku u smur, uroj fort si mjeke që t'i gjejnë tek mjeku, pra suporti pa kushte, por duke vendosur kufi. Pra shumë e rëndësishme pa kushte, por me kufi dhe pa stigën, por me mbështetje emocionale. Me besim. Me besim patjetër dhe me mos gjykim të relapseve. Shpeshherë relaps do të thotë rikthim në konsumim dhe shpeshherë individi mendon që çdo gjë mori fund, në qoftë se unë bëj një relaps, unë rikthehem në konsumim kokainet mas një viti abstinence. Dhe një mjek suportues e pranon këtë relaps dhe jep dorën pacientit për vazhdu procesin e rehabilitimit.